efektive të policisë, por hidhet gaz lotësielës. Tani ka dhe përplasje ka dhënë ndaj protestuesve. Ja ku është duke hedhur dhe ujë me piper, duke bërë zbrapsjen e qytetarëve. Deputetët sigurisht janë aty në radhë të parë. Është kjo sjellja e sotme e policisë së shtetit. Ka një situatë të tensionuar aty, shihet ndërkohë që menjëherë udh gaz lotësielës dhe ujë me piper nga mjeti që qëndron aty. Ja, e shihni edhe tani që qytetarët janë larg, sërish hidhet ujë, edhe pse ishte njoftuar një marshim, thjesht një marshim në institucionin kryesore në rrugët e kryeqytetit. Klajdi Boldi është me mua, Klajdi? Armela, më gjon. Po, të dëgjoj shumë mirë, Klajdi. Në një situatë të tensionuar jemi tani me policinë që pengon lëvizjen e qytetarëve, marshimin e qytetarëve. Po. Pikërisht Armela, teksa është lajmëruar që protestuesit do të zhvendosen dhe do të marshojnë drejt institucioneve dhe pikërisht një prej tyre ishte policia e shtetit. Ka ndodhur një rast i paprecedent, policia ka dalë në mes të unazës pak metra larg drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit dhe ka penguar protestuesit që të marshojnë drejt godinës së institucionit. Megjithatë, tashmë po hidhet ujë dhe gaz lotësielës. Megjithëse nuk ka pasur përplasje apo tensione, policia ka zgjedhur që të përdor ujin dhe gazin lotësielës duke tentuar të shpërndajë protestuesit. Megjithëse një pjesë e tyre kanë kërkuar thjesht të kalojnë dhe të marshojnë drejt unazës, siç ishte planifikuar dhe siç u lajmëruan qytetarët. Tashmë qytetarët me gjithë gazin lotësielës edhe ujin e hedhur po vijojnë që të qëndrojnë në një distancë tashmë duke zhvendosur disi më mbrapa dhe për shkak të forcës së gazit lotësielës, ndërkohë që siç shikohet nga pamjet Armela, kemi qytetarë të cilët kanë probleme nga hedhja e ujit dhe janë pikërisht buzlanës në këtë plan që po shikojmë.